zbardhur akoma në këtë çast. Mirëmëngjes Greta Dogani. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se keni ardhur në Kafe Sheku në Syri Televizion ose në Syri FM nëse jeni duke na ndjekur nga radio në këto momente në 89.8 MHz ose live streaming në YouTube. Jemi gjatë gjithë kohës aty me të gjitha programet e Syri TV. Jemi live miq të dashur, sigurisht për të folur për zhvillimet kryesore dhe ato që kanë ndodhur dhe ato që do të ndodhin ditën e sotme. Sigurisht na kanë fryrë me premtimin se do të ndodhin, na me presim arrestime nga momenti në moment. Duhet thënë në fakt që i gjithë aparati shtetëror është në ndjekje penale. Priten zhvillime shumë të forta nga sektori i policisë, duke filluar nga kreu dhe sigurisht bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Shohim nëse janë arrestuar një 2-3 nëndrejtora, kështu niveli drejtues i policisë së shtetit. Pritet që të jetë radha edhe e kreut të policisë zotit Proda, për të parë nëse do të bëjë ai një xhiro të vogël nga ai parakalimi, ose si i thonë ekspertët e fushës, defileja. Defileja, shumë interesante. Defileja e spakut, ai goxha eci është ajo aty mes kamerave, mes shunave dhe gocave që rrinë në terren. Duket pak si Walk of Shame në filmat e famshëm. Për ata që kanë parë Game of Thrones, jo të gjithë kemi faqe pirate. Se originalin s'ka shanse. Ndërkohë miq të dashur, më duhet t'ju rikujtoj numrin ton të telefonit, edhe sot do të mirëpresim të gjitha telefonatat që do të vinë. Dhe jo vetëm, mesazhet po ashtu, numri ynë i telefonit është 069 27 22 272. A e kemi një pyetje për ditën e sotme? Kemi një pyetje? Kam frikë ta them pyetjen. Kam frikë ta them pyetjen, të paktën ta fillojmë me atë që i ka bërë Trumpi Maduros. E mori. Pam. Është çik mesjetare ndoshta, si gjë, është çik ku dëgjon trupin në Janin, koka në Stamboll, pak si gest, megjithatë e ka shëtitur, çfarë them unë, e ka parakaluar me që përmendëm parakalimet nëpër New York dhe është goxha pame. Në mollën e madhe, është goxha pame, patjetër. Atje në qytetin që nuk fle kurrë, me sa duket Maduro do të flejë më pak nga të gjithë. Ta shohim pak e njëshin, të lutem, ta shijojmë. Për disa adoleshent pak rebel, ndoshta do të ishte një ëndër. Ajo çka sa u fam. Ndërsa për vlonjatët kështu mirë prit tubi nga Turqia. Më fal, a nuk e pritën me kamera në aeroport? Po, kishin dhe një skor. Amerika trajton Maduron, ne presim ullukun që na vi ujë. Megjithatë miq të dashur, pyetja është, a ka frikë Rama? Për këtë jemi kurioz ditën e sotme, a ka frikë Rama, a është trembur, a i kanë shkuar shtat, a i kanë mbushur, apo si janë ato pëturet që me zi, edhe me ajer me zi mbushen, jo me gjërat të tjera, ndaj, a i ka hyrë frika Ramës, kjo është pyetje që kemi për ju sot në 069 27 22 27 miq të dashur, do ta fillojmë mbar si që do tradita e këtij emisioni për të parë cilat janë zhvillimet kryesore që na përcjellen tek kësaj informacioni, më pas rikthehemi për të komentuar ato dhe sigurisht për të parë edhe zhvillime të tjera. Edi Rama ka pranuar fajsinë dhe ngjashmërinë me Maduron dhe është i vetëdijshëm se pret fundi i tij. Kështu deklaroi nga SPAK lideri i opozitës Sali Berisha, i cili referohet deklaratës së kryeministrit Rama, i cili krahason veten me Maduron dhe justifikohet duke përmendur dallimet mes Venezuelës dhe Shqipërisë për naftën dhe kartelet. Berisha akuzon Ramën se ka ndryshuar edhe emrin në gjykatë në Endri Kajsia, ndërsa thekson se misioni për largimin e tij nga pushteti nuk do ta realizojë Delta, por vetë shqiptarët. Ka dështuar sërish seanca paraprake në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj. Ky i fundit nuk u paraqit personalisht, ndërkohë që mungonte edhe avokatja kryesisht e caktuar për të, Valentina Teodorescu. Kryebashkiaku e cilsoi këtë neglizhencë të qëllimshme, por ky pretendim u hodh poshtë nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Ky e fundit reagoi zyrtarisht duke pretenduar se ka njoftuar në kohë Veliajn për përgatitjen dhe nisjen e tij drejt seancës gjyqësore, por kryebashkiaku ka refuzuar të dalë me pretendime
mendimin se mjeti policisë së burgjeve ishte vonuar. Seanca e radhës u caktua më datë 19 janar, ku pritet të vendoset kalimi ose jo për gjykim. Gjykata e posaçme ka rrëzuar kërkesën e presidentit të Partisë Ilir Meta për të ndryshuar masën e arrestit në Burg, ku ndodhet prej tetorit të vitit 2024. Pas seancës, avokati Kujtim Cakrani e ka cilësuar gjykatën si të kapur peng dhe notere të prokurorisë, teksa theksoi edhe shkeljet sa i takon afateve të paraburgimit. Ditën e djeshme në të njëjtën kohë ai u paraqit në SPAK, gjynësojësi Monika Kryemadhi në zbatim të masës detyrim paraqitje. Meta i është drejtuar gjithashtu gjykatës kushtetuese, duke pretenduar se vendimet e 3 shkallëve të gjyqësorit që vendosën kundër kërkesave të tij për ta liruar janë antikushtetuese dhe cënojnë Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, por ende nuk është caktuar datë për shqyrtimin e kësaj kërkese. I cilësuar si një nga gjyqet më të rëndësishme në Bruksel, nis në gjykatën e krimeve të rënda, ku figurat kryesore janë Franz Çopja dhe Mikael Qosja. Këta të fundit, sipas medias belge, dyshohet se janë antar të një klani mafioz në Shqipëri, i përmendur shpesh në çështje të importit të kokainës në shkallë të gjerë në Europë. Çështja që do të gjykohet është vrasja në 2020 e Ardit Spahiu, i cili u ekzekutua me breshëri plumbash. Autori vendosjes së tritolit në panelin e matësave të energjisë elektrike që i mori jetën shtetasit Hysni Imeri është lënë në qeli. Ngjarja e rëndë u regjistrua më 29 dhjetor në qytetin e Shkodrës, ndërsa Gert Bushati ka pranuar para togave të zeza se ai e ka vendosur vetë lëndën shpërthyese. Sipas tij, tritoli ka qenë porosi e 3 shtetasve të tjerë të arrestuar: Edison Hasajt, Gjergj Zefit dhe Ergys Ibrahimit. Edhe për këta të fundit, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Instalacioni Tirana Mons, hënat e Tiranës, është dëshmia në qendër të Tiranës se si abuzohet me fondet publike. 390.000 euro u shpenzuar për të ndërtuar një objekt që do të shërbente për të afruar qytetarët tek libri. Por 3 muaj nga inaugurimi, jo që nuk është funksionale, për ky objekt, prej 390.000 eurosh, është ndërruar në një qiban në mes të sheshit. Dhe pyetja është, a i ka hyrë frika Ramës, miq të dashur? Ndajnë e tregonin në 069 27 22 27 2, miq të dashur, të me presim telefonat në studio si tuat. Jam shumë dakord. Dhe ndërkohë që presim telefonatën, e duan në sfond videon e Maduros pa audio, vetëm kështu, vetëm parakalimin. Alo, mirëmëngjes. Hajde. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. O Flavio, shumë klipjure. Fuqishëm shumë, nuk Shumë mirë. Ate në i tje madhe. Ore, Urdhro. jo i kam buqër, po i kam buqër dhe po i zbraza vasavash, po ja pastron Linda Rama. Mos të futemi në detaje higjienike, po... O Flavio, a i duhet një orën parë me shku ke vëndi, më buri dhe. Okej. A i, po ja pastron Linda Rama të shirim gjithë. E kuptoj. Atëherë e përshëndesim. Qartë, dakor, zotri, ndërkohë qëndrojmë edhe pak te Maduro me pamje, më mirë se sa me analiza, ma e pak edhe dyshin është momenti kur parakalon me tutat e veta të bukura. Atë kostumin e famshëm, sportiv, që kishte thyer në fakt trendin e shitjeve. Po, nami, se të gjithë duan të vishen si Maduro tani, disa për ta tallur, disa për të mësuar me ato rroba. Disa tjerë, sepse për një farë arsye nuk e di pse krijohet një farë simpatie gjithmonë për antagonistët. Për viktimën, patjetër. Ja urdhro. Qa loka i shkreti, do ketë ka komën keq kur ka zbrit nga krevati. Pa stretching, pa kështu është, pa bërë qik të raheqe në mëgjes. Se lana së të bëndë të kështu kërë fare keq, nga jo, drejtën në helikopter, është të rëndë. Të paktën me helikopter. Po, se mund të këshin marrë dhe zvarë, për shumë. Nga Caracas, New York, është goxha rrugë e gjatë, me gjithatë miqtë të dashur, do doja të rikthesha në fakt tek lajmin, që mund të jetë dukur i çuditshëm. Edi Rama ka pranuar fajësinë e ngjashmërinë me Maduron
dhe ka ndryshuar emrin e vet në Endri Kajsiu, edhe në gjykatë. Tani kjo ishte egzagerim i liderit opozitës, por ky emri Endri Kajsiu, në fakt është një emër që nuk ekziston. Nuk ekziston fare si. Nuk është pra si emër mund të ekzistojë, por nuk është një njeri. Nuk ekziston një qenie njerëzore që ka emrin Endri Kajsiu, dhe aq më pak që bën analiza politike. Mirë po, me arrestimin e Maduros dhe me ngritjen e asaj vale entuziazmi mes shqiptarëve që do t'i ndodhte njëjta gjë dhe kryeministrit të tyre, jo se nuk është burri mirë, thjesht ka vjedh pak. Nuk ka performuar mirë, të çuditërisht sa më shumë skandale ka, aq më shumë thellon fitore në zgjedhje. Na del një shkrim i Endri Kajsiut për trushkulurit e Tiranës. Wow. Po, që e kishin të gjitha mediat. Vërtet? Të gjitha. Trushkulurit e Tiranës nuk ka të bëjë Karakasi me Tiranën, po ku din këta, e ca gjëra të kësaj natyre. Mirë po, për ata që e njohin paksa publicistikën dhe veçanërisht atë të kryeministrit, ka pasur disa fjalë dhe tokë fjalëshe që janë tipik të shkrimeve të kryeministrit. Dhe sigurisht një kryeministër që është i famshëm që dikur shkruante dhe me pseudonime. Për shembull dikur quhej Altin Ketro. Altin Ketro. Po, edhe ky një emër që Ketro Kajsia. Po ka fiksimet e veta tani, Me shkronjën K ose me botën e florës dhe faunës? Nuk e di tash se si e ka hallin, po ka ato, ka fonetikën fanoliane, ka fiksim. Div, dragoj, dragobis, trim, tribuni, vegjelis, se kështu me radhë. Dhe ndaj kjo është arsyeja, miq të dashur, pse dje ju duk mund t'ju e dukur e çuditshme që lideri i opozitës tha se e ka ndryruar emrin e gjykatë në Endri Kajsiu. Ndërkohë doja të kishim një tjetër telefonat në studio. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Elbasani. Mirë se erdhe. Tani, pa e fillojmë me i poezi. Oh, një poezi. Viti vjetër iku. S'na erdhi një tjetër. U zvoglu ujku plak, e na doli ketër. U kap në errësirë, në drek, u arrestu në dark, u arrestu si miu në qark. Fillim viti fund jave, ma burna për lave. Tronditi botën Amerika, Ramës i ka hyrë frika. Wow. Natë shtu nuk dhije djela, e bëri natën Venezuela, narko shtetit i erdhje vjela, e karavën Rama Bela. U mushkupa u dhesh në geni, e karavën ti qenë binqeni, do ta pësosh më keq se Karakasi, të tërheqin zvarë si Tarasi. S'ka më gjendeti për vitri, kurbani vitit 26 do e shti. S'ka më darda pula gjena, do përsëritët në Shqipëri, Venezuela. Ke ka përcue shumë uj, do ty të rjeda. Ka lamin e gjatë e ke ti shkopin e hollë beda. Pra, mendoj se 2026 çdo gjë mund të ndodhë. E qartë. Tash çdo gjë mund të ndodhë në çdo vit orës. Por në 2026 ne jemi çik më afër asaj gjithçka që mund të ndodhë. Faleminderit për telefonatën, për poezinë, të lutem. Dhe për interpretimin mbi të gjitha, është për herë kënaqësi. Regjia ka gati për rrjetet sociale, duhet patjetër ta shijojnë dhe ata që s'po na ndjekin në këto momente që nuk ju ka dalë gjumi për shkak edhe të kohës fenomenale. Ndërkohë lajmi i dytë që meriton diskutim ishte fakti që është caktuar nga gjykata seanca gjyqësore për Velien në 19 janar, një seancë që nuk po ndodh kur, miq të dashur, thandje avoketerit e zotit Veliaj që kishte harruar drejtoria e burgjeve të shote fugon. Nuk erdhi fugoni i shkollës. Ta merrte. Po vërtet mund të mos i ketë shkuar në kohë, për shembull. Kam dyshimet e mia. Mund të ketë shkuar 30 sekonda me vonesë dhe ai s'toleron kështu. nuk toleron dot, po. Kthyen qeli aty vazhdojmë. Korrektësia është virtyti i njeriu të emancipuar. Mbi gjitha. Me sa duket ka gënyer pak zoti Veliaj.
Nuk ishte era parë, po. Nuk ishte era parë, por megjithatë drejtorisë Burgjeve ishte simpatike. Ishte shumë e këndshme, po. Dhe nuk e prisje që të bëhej një reagimi menjëhershëm, në fakt. Se falën, ëh. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka sqaruar se janë të pavërteta pretendimet e kryebashkiakut lidhur me orarin e transferimit të shtetasit Erjon Veliaj nga Durrësi drejt gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Forcat e policisë së Burgjeve në varësi të drejtorisë së përgjithshme të Burgjeve ka njoftuar në kohë shtetasin EV për përgatitjen dhe nisjen drejt seancës gjyqësore. Mjetet e policisë së Burgjeve kanë qenë të pranishme në ambientet e IEVP-s në kohën e parashikuar. Në momentin e njoftimit, shtetasi me inicialet EV ka refuzuar të dalë, duke pretenduar se mjeti i policisë së Burgjeve ishte vonuar. Mos ndoshta po i shijon në një farë mënyre, nuk dua ta aludoj, por futemi në shihet personale të individëve. Por duhet thënë që në këtë rast jemi pak të dyzuar se edhe këta ke drejtoria Burgjeve nuk është se janë burrat më të mirë në qarkullim. Nuk dim. Është një dileme e rrallë kjo, ku nuk dim kush është duke gënjyer nga këta. Nuk po e gjej dot më, nuk po e gjej. Koha do të tregoj të gjitha. 19 janari ndoshta po. Ndoshta 19. Sa u bën? Ka ja 4 muaj që shtyhet kjo seancë, ende s'ka dalë në seancë para prake, zoti Veliaj, që është gjë e rrallë, shumë e rrallë. Dhe mesha e fjalë atë 19. Se mos është duke pritur që ti pusin Ramën, ndryshoj situata. Edhe ndoshta është një gjykata mos jetë në një impresion. Mos ora se ku i dihet tash. Nuk i dihet. Kemi një telefonat ndërkohë në këtë moment. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zotrim? Mirë. Unë vetëm desha të mjaftoj sepse qyteti i Durrësit tash në pushtimin e ujit 100%. Po përmbyt me shiun që ra natën. Po, ja përmbyt, po nuk mund të dalim nga dyert e shtëpisë. Jemi totalisht brenda makinat myt me ujë, shtëpia myt me ujë. Edhe shteti të gjumë. Jam i bindur që edhe kolegët tanë do jenë të rrem, po të falenderoj shumë për vëmendjen te kjo temë. E përshëndesim zotrin që nuk është as temë, është halli emergjent i zotrisë. I përhershëm, jo vetëm për Durrësin. Pse kush do përmbytet tjetër? Edhe Tirana një çik do dali Lana pa asgjë. Vlora të lutem? Pse edhe Vlora përmbytet. I marrë kishte që dje pa drita. Përveç se pa ujë sigurisht, po. Ishte edhe pa drita. Siç e paralajmëroi në fakt Fredi Beleri në këtë studio që tha midis 10 dhe 25 gradë është çdo gjë në rregull. 90 dhe mbi 25 nuk ka drita dhe sigurisht nuk ka as ujë himara. Ndërkohë miq të dashur do të vazhdojmë me të tjera zhvillime, shumë e bukur kjo historia e Rama Durrës, por do doja të risilnim në fakt me pak treshin, thotë më ka rënë shumë në sy të shikuesve dhe përdoruesve të rrjeteve kjo ngjashmëria e Ramës dhe Maduros, ose të dy bashkë, di si quhen? Ramaduro. Kur i adresosh si çift, është si Brangelina. Po. Ke përsërish Brad Pitt me Angelinën, edhe ta Brangelina, këta në Ramaduro. Këto byzylyqet të njëjtit dyqani blen këta. Siguria që ndis Castrozizo. Në Fier, apo s'ka? Ndoshta, besojnë këta te këto. Ngjyra e kuqe shumë i ngjashme. Apo si ishte ajo? Dominon dhe ndoshta ka një simbolik të vetë, ndonjë proletar të gjitha vendeve bashkëkohuni, për shembull, mund të jetë ndoshta një opsion. Po, shenja në fakt që apo është përshëndetje kjo e Maduros. Më duket se censurohet një përshëndetje e tillë të kohës sotme. Jo, ishte duke treguar që ja duhet të pastra si Gjush Dako atë të intervista famshme, si Supermani duhet, ja. Oh, wow! Kush e thirri diellën? Se di, nuk e di, e çuditshme kjo historia, do vazhdojmë një telefonat tjetër ndërkohë, por kjo ngjashmëri kaq e madhe. Frekuentojnë të njëjta dyqane, blen të njëjta tuta, nuk e di. Dhe Endri Kajsia mërzitet për ta. Edhe Endri Kajsia na thotë që jemi të gjithë trushkulur, ne që presim ta gjej dhe Ramën e njëjta gjë. Ndërkohë që një ndër mediat amerikane më të mëdha, Fox News për shembull, e ka pikasur këtë lloj ngjashmërie, nuk është se kanë qenë trushkulurit. Fox News. Bestoj se po. Ndoshta sa te Fox News e kanë quajtur dhe Ramaduro këtë për herë të parë. Pikërisht. Nuk e di varet nga telefonata e radhës si do na shkojë historia. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Atëre, Rama nuk ka frikë fare ti. Rama ka në 20 miliard euro edhe s'e qa kohën fare. Rama i ka të gjitha zgjedhjet që nga 2017 dhe atë i ka qarë kohën fare. Rama i thotë opozitës në të rogën do marrës. Ajo s'diskutohet, aja thotë do të dënoj tjetëri? Pra, e sfidon që po fare. Rama përzuri 1.200.000 njerëz të s'ka frikë fare. S'ka frikë e ka. Rama ka realizuar të gjithë projektin e Soros dhe Serbisë të Akademisë së e ka zbrazur Shqipëri. Po. Kurse opozita ka frikë që ta çojë Partinë Socialiste, që është baza e Ramës, dhe që prodhon Rama, që nga prej 80 vjetësh, ka frikë ta çojë kushtetuese dhe të jashtë ligjit. Ku ka kryer krime, cilat janë krime kushtetuese, krime shtetërore, Po. dhe genocid me shpërvullim. Në të trashë dhe me ignorancë, se këta të opozitës nuk ka. Dakor. E përshëndesim zotrin, ndërkohë një super live në vjen nga Lushnja. Ishte Ti ke pak... bërë ato një? Ke qenë në kështu situatë? Asnjëherë uroj të mos jem kur, paraprakisht të themi, e kemi shprehur. Kur? Edhe kjo duhet të thëmë. Edhe kjo qëndron, por diçka është e sigurt në këtë kur dhe përgjithmonë jemi gjithmonë kundër dhunës se çfarë do lloj forme. Por një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Lushnjë në fakt. Pse ndodhi kjo gjë e çuditshme në Lushnjë? Nuk e di, pyes veten, shumë shpesh, por në fatkeqësisht nuk është se ndodhin vetëm Lushnja, të themi të vërtetën. Nëse këta i kanë më të çuditshme, po sidoqoftë nëse kanë për deputet Sajmir Korreshin, pritet çdo gjë tjetër. Çfarë problemi kemi me zotin Korreshi kohët e fundit? Asnjërin, jo, e kemi. Dhe pastaj të akuzojnë se nuk e prek opozitën fare. Nusja ka ushtruar dhunë mbi vjehrën, ndërsa djali i saj është kundërpërgjigjur dhe ka dhunuar bashkëshortën e tij. Sipas burimeve arsyeja... Sa do bënte? Plumbi del me plumbi, është. Jo, nuk është ky rasti. Nuk është. Sipas burimeve, arsyeja pse ka nisur i gjithë konflikti ka qenë një debat familjar dhe policia ka nisur procedimin penal ndaj çiftit të bashkëshortëve. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë në Lushnjë referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit me iniciale S, 42 vjeç, MS, 38 vjeçë, të dy janë bashkëshort, pasi 38 vjeçarja ka ushtruar dhunë ndaj vjehrës së saj, ndërsa shtetasi S ka ushtruar dhunë ndaj 38 vjeçares. Kaq ka sqaruar policia, po... Po çfarë do sqaronte dhe çfarë i tha? Nuk e sqaron dot policia atë pjesë. Tani, ti, Greta, Po. me kë je fans këtu? Me askënd. As me vjerrën? Apo ti e ke ata që mendojnë që diçka do ketë thënë ajo përderisa, se nuk të rraf njëri kot? Këtë mendove vërtet? Unë nuk mendoj se duhet të rrahur ndokush ndonjëherë qoftë vjehrën nuse dhëndër, por diçka e ka thënë. E tmerrshme. Po mirë. Një sekond tani, pyetje tjetër. Nëse ti do ishe një nën në moshë, do doje pasi ti jepje gojës dhe të haje dru nga nusja që djalit në rynte dhe të rifte nusën? Ja, absolutisht, ja. Që gënjeshtare, dakord, lajme të mira nga Vlora, miqtë e dashur. Nga Vlora? Po, lajme, jo në kuptimin e parë të fjalës. Nuk ka ujë për Vlora. Tangencialisht, nuk ka. Nuk ka ujë për Vlora. Që nuk ka ujë e dim në fakt. Por, nëse lën nam në Vlorë, të ecën barë në Tiranë. Çfarë thua? Po, i ka ndodhur Edi Ramës, si deputeti i Vlorës që e morin qafë. Ke të drejtë, po. I ka ndodhur dhe plot të tjerëve që kanë vjedhur në Vlorë dhe kanë shijuar në Tiranë. Ndërsa ky shketi s'ka vjedhur, ky thjesht ka net 5 ditë pa la në Vlorë. Njësoj si gjithë vlonjatët. Po, ky s'ishte nga Vlora, prandaj kjo e bën më të bukur, po. Ishte egzotike moslarja e tij në Vlorë. Ishte. Ndërsa për vlonjatët është lokale, kupton? Nuk ç'a të them tash, nuk ka krahasim. Megjithatë, ai që e përkthen te kryetaria e Bashkisë së Vlorës për qytetarët, ajo që do të thotë drejtori, është emëruar në tash një gjë s'kuptoj. Po. Ky Flowers Shoshi. Po. Ky zotëria, që tha shpejnë e famshme, asu nuk jam larë. Është aty me Maria Antonietën kur thoshte, s'ka bukë për të ngrënë, le të hanë. Le të hanë briosh. Ashtu. Tani ky
sigurisht në një detyrë shumë të lartë që ishte drejtori i gjithë ujësjellsave të Shqipërisë. Kur ishte në Vlorë. Se për atë kishte shkuar aty. Patjetër. Tani pse dikush që është drejtori i gjithë ujësjellsave të Shqipërisë, i varur direkt nga Belinda Balluku, ka ëndër dhe konsiderohet emërim me ngritje ku shkon drejtoru këtë-je? Sepse Po e gjete Greta këtë. E kam një përgjigje. Është një shprehje që më pëlqen shumë. Që të çelim, duhet të na uisin. Flowers? Shi, qa asocimi. Dhe atje të UKT-ja e Tiranës ka ujë, të ujësjellsat e tjerë s'ka. Ka thua? Të UKT-ja e Tiranës? Vetëm të UKT-ja e Tiranës, jo në Tiranë. Po së rodhi do pikoj. Në kuptimin financiar të fjalës. Me sa duket, miq të dashur, e morën vesh ku ka vërtet lek, edhe pse duhet kujtuar që edhe të ujësjellësit Durrësit nuk bëjnë shaka. Patjetër. Për të rrit lek edhe të UKD-ja janë serios të luda. Megjithatë, ujësjellës kanalizime Tiranë, miq të dashur, është rekordmen. Rekordmen, na vjen keq edhe për Skerdi Drenovën, i cili Çfarë do të ndodh me të? I cili po do i gjej vend në Cepër Ama ku ta fusim. Megjithatë e shijoi dhe ai pak atë vendin e qypit të Mjaltit. Tak. Sigurisht arriti ta paksonte furnizimin me ujë në Tiranë, nuk e paksoi ama numrin e këshilltarëve edhe këshilltareve. Nuk e di, nga 35 i bëri 34 këshilltarë. Gjithë këto këshilla ka nevojë ky drejtori i ujësjellës kanalizimit. Dhe ne në një letër nuk na ktheu 2 përgjigje. Që i drejtuam. Megjithatë vazhdon të jetë ujë var atje në Shkozë. Rrufet që i kanë mirë sot. Si dhe qoftë, vazhdojmë telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Si jeni? Fuqishëm shumë. Si rrufet? Ndojnë jeni me. Po ju, zotrim. Ala. Urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe njerë. Po. Më thuaj. Po. Ju keni vënë një fjali aty. A ka frikë Rama? Po. Po me, po. Po, mbase s'ka, ore? Sa gazetar të lezeshëm jeni. Rrofsh. Shumë gazetar të lezeshëm. Faleminderit, zotrim. Unë do kisha sugjeruar kafen para se të telefonosh, që ti është më këshu. Pakës i kthjellët. Pakës fare. Dakor, do vazhdojmë. Madje shqeto. Po. Do ishte më mirë. E vërtet është, por nëse nuk keni, po ju japim pak kohë, miq të dashur, di që kemi qenë intensiv në këtë fillim, ti marrim gjërat pak më shtruar, si thua ti. I marrim pak më shtruar. Madje do të sugjeronim edhe një sedaton për kë mund të ketë nevojë. Edhe shtrirë, edhe shtruar. Pa, për një qetësues që ndikon sistemin nervor duke sjellë një gjendje relaksi dhe lehtësimi, përgjithsisht përdoret përpara procedurave mjekësore ose stomatologjike, si për të reduktuar sadopak frikën dhe ankthin, por edhe në momente të tjera kur trupi ka thjesht nevojë të pushojë, të çlirohet pakës nga lodhja. Në ndikimin e sedaton, Flavio, frymarrja bëhet me rregullt, muskujt relaksohen dhe mendja gjen në ekuilibrin e duhur. Ndaj në këto momente me gjithë këtë ekuilibër vetëm pak